të vlerësosh pak qethjet e lojtarëve ndërkombëtar, qethjet e veçanta. Rodrigo De Paul. Ky duhet këtë rast shumë dashni me tregu që ato shumë atë Robin që ti po të pyeste ti para dhe a bëje, do i thoshe po të shkon? Apo do i thoshe jo, nuk është për ty. Nuk i shkon. Nuk i shkon se ky ka tiparat e zeza dhe don diçka që të jetë. Ndoshta po të kishe të bardha me këtë zemrën, do ishte më të bardha me zemër të zezë. Po. Ose kuqezi më mirë. Ose jo kuqezi është shumë e kuqa. E bardha është pra, De Paul këshilla për ti vëlla, kur ta dëgjosh këtë intervistë, të bardha me zemrën e zezë. Breti only Mario Balotelli që ka bërë një model, e ke parasysh janë ca makina që kanë ca flak, ato tribale kështu. Mario Balotelli shquhet për karizmën e tij, edhe normalisht nuk besoj se do kishte dikë tjetër. Nuk besoj se do kishte dikë tjetër që mund të shkote ky model. Të pëlqen i shkon? Domethënë do e sugjeroje, është i bukur? Sugjerim jo, po. Thjesht me karakterin që ky ka e veçon, domethënë. I rrit çdo gjë ti se e mban karakterin. Flok budallaj me pak fjalë. Ne këtë se ti shkon se është budallaj. I ka pas çdo gjë ai. Ti ta themi tamam troç. Jo, dikush tjetër nuk besoj se do arritet të bote këtë. Pak a shumë, sa mund të ketë paguar Balotelli për atë qetje? Unë them këtë që jo edhe shumë 500 ka? Mund të ketë dhënë për çef lekët, po ai që e ka bëu këtë vetëm për faktin që e ka bëu Balotellit, i ka marrë lekët mbrapa, nuk ka problem. Okej, dakor. Iko dhe Balotelli. Ky këtu është West. Pra ky ka ca gërsheta jeshile mbrapa. Po mos kishte ato dy gjëra të lartë. Bishti mbrapa vetëm shumë. Jam kurioz që i ka të vetat apo i ka bëu extension se s'po. Do i ketë extension për thoj se. E ka dhe flokun e vet kështu e kanë ato në përgjithësi. Domethënë e kanë shumë më të ashpër se sa. Po për këtu herë nuk bëhet fjalë që do të sugjeroje në njëri të model. Nuk do të sugjeroj lojtarë kombëtarës sot? Jo. Kush ka fëtë gjata kombëtare on asnjë? Ka në një me flokë të gjata, fetaj kanë të gjata. Ndoshta po. Po. Jo. Nuk no. Berberi thotë jo. Nuk sa notë do i vije ti si stil. Kjo nuk. E shoh që i afër 4-s. Jo, asë merr notë kaluese se është futbollist. Po sa është futbollist. 4.5. E merr 6. E merr 6. Flori, lojtari jot? Por, lojtari im është më interesant akoma. Si perde ka flokën, si perde e hapur. Gervinho që ka luajtur me Romën dikur. Nuk e di çfarë mendon për Gervinhon. Ta shpjegoj unë pse i ka bëu kështu me këtë sa arrita kuptoj. Sepse ka don që të tregoj pjesën, të mbuloj pjesën e rënjes. Ballit që ka shumë mënyrë, i ka ik balli këtu mbrapa. Po. Edhe normalisht kjo është vetëm një gjë që ai mund ta përshtatësi, ti duket kjo këtu si. Po pse s'e fut tullaj tani? Po pse s'e fut tullaj? Se po e bëjmë modin shqiptar që berberi fix. Pse s'e fut tull po i mashu? I pëlqen? Po më shumë tull, më bukur tull se sa shumë si perde, mendoj unë, apo jo? Jo, po edhe nëse do i kishe tull, do i dukte koka shumë. Pa ka ballin e madh. Balli shumë. E ka ballin në aeroport. Po pse ja flokët mesa kur ka ballën e madh, po më çudita ai mund të. Ska gjë, prap jep atë. Nuk i kam proporcion ai pjesën e ballit me pjesën e. Do të tregoj që ka ballin e madh? Është për tjetër gjë, jo për ballin. Po, çka ka vitrina ka dhe magazina për ballin, për hundën. Ule. Për hundën thon. Ky tani çfarë ime? Ky është super stil i njohur. I madhi Ronaldo. Tani ky ishte vetëm një për të dalluar apo ishte edhe një trend? Se e kanë bërë dhe kalamajt e veç që të bëjnë to flokët shumë. A ke bërë ti modele Ronaldo fenomeni? Dikur po, sepse kjo është foto e 2002-shin. Edhe unë kam filluar me punu që 98-ën, kështu që e kam marrë këtë brezin. Po, gjithë në atë periudhë po. Kështu qetën 2002-shin, a? Po, gjithë. Ndoshta nuk i bënin kaq shumë zero, po gjithë. Pa përjashtim. Unë kam përshtypjen që këtu thjesht aty të berberit në atë kohë nuk i ka punuar makina. Se nuk është ka si lloj. Ky ka thënë që e bëra për të dalluar nga me kë ishte në fushë me Roberto Carlos, se ishte njësoj. Po me Roberto po. E bëra tha që dallosh nga Roberto Carlos. Por Rivaldo ka qenë, edhe Rivaldo ka qenë. Atë ka pas gjithë sa i frikshme. Po është model, domethënë që Titi ka i shkon se është Ronaldo, po ta bëjë dikush tjetër dhe thonë Gjinof, i pas ka shpëtuar për durësh, pas ka psikiatris. Po, s'ka shans. Unë them që kjo tregon çfarë bën influenca kur je njëri shumë i famshëm dhe i njohur. Që çdo që të bësh do bëhet trend, edhe kjo gjë që duket që skandal. Kjo është unë si profesionist, kjo është e qefja më skandal që mund të di. Domethënë nuk ka asnjë lloj. Nuk di çfarë lidhje. Jo, ka asnjë forme, domethënë nuk është se ka. Por një nga skandalet më të kopjuara në botë që kanë bërë të tjerë brapa. Është ka bërë Ronaldo, po e bëni ky Maroj. E bën mbreti. Bakari Sanja me një model me ato flokët bjonde me rica gjithmonë ka tresh vëmendje. Ja kanë vetë flokët ashtu të gjitha. Janë ca goca që dalin blok. Janë ca goca që dalin blok dhe
thjesht ndryshon personazh. Shkon fare Bjond Liku me ngjyrën e lëkurës. Po sepse është gjithmonë e kundërta asaj që ti nuk e ke. Po kaq e theksuar mos është autogol? Jo, fare. Ti je Bjond ke gjithë jetën tënde ke ndërruar që ti je i brun. Jo për shpirt. Ta garantojnë ty që me pak fjalë ti ke ndërruar ti shumë. Ti ke ndërruar ti kisha flokë të zeza ose i ke drejta ti kisha kaçurela. Është mania. Po kaçurela kanë dashur ti ke, është vërtet. I kanë pas i vogël fat tani që mendoj. Shumë se mos je mirë Bjond, thotë apo bo Bjond. Ky është si se tani që po shoh foton kujtoj Fernandesin e Ignatias. Flok jeshile, po ti ka dhe mjekrën. Po. Por do ta shohësh më nga afër, ka dhe mjekrën. Tani, kombinimi flok mjekër është më i mirë se vetëm flok apo është më mirë? Jo, është më mirë kombinim flok mjekër. Ky po të shohësh edhe për stilin që ka pas në lojë, ka qenë formë gladiatori i fortë, po ti shohësh gjithë edhe forma flokëve edhe mjekra. Po, është kështu si sikur ka helmetën gjithkohën. Për të luftuar, po. Për të tregu forcën, agresivitet, forcë vërtet. I shkon. Formati ti shkon. Po. Po Bishtaleci. Po, sa i komentuar ka qenë Palacio shok. Palacio te Interi mbaj me Bishtaleci, po edhe te Argentina pse më mbrapa. Çfarë mendon për këtë bishtin që nuk e di nga doli? Se çfarë është më skandal Ronaldo? Është më skandal se Ronaldo? Aty han. Unë se kuptoj dot si ka rreziku gjikohet, se këtë e kishte shumë thjesht me marku e kapi me bishtin ndaj direkt. Mbrojtësi gjithmonë. Kjo është ajo dëshira e tij një qirosi që thjet flokë të gjata. Dhe ky ka rrit vetëm atë pjesën. Mos ka qenë 51 thonë, mos ka qenë 51 është. Ndoshta. Radha e mbretit të stileve të flokëve. Mbretit e quajmë kemi mendime ndryshme. Pogba. Ky këtu është quar për ka guxu gjithkohës. Tu ka një model me yje. Kishte ndonjë foto tjetër, po Flori nuk e printoi, kurse bojën. Po të printoja unë. Kurse ve bojën. Ky ka 10 modele. Kishte një me kështu me leopard. Tani sa të vështirë janë këto lloj qethi, është kështu me simbole me leoparde. Këto pjesa më e madhe është më shumë janë këto që merren edhe me piktura, me tatu. Sepse kjo pjesa më e madhe është lyja e tij, qethet edhe të rekomandon se si më e bë. Sa ka me një qetë një gjë e tillë? Ky këtu 2 orë, 1 orë? Jo, më pak, se është më e thjeshtë kjo. Po jo nuk e ka bë pa qëllim këtë, më tregu që ka yje poshtë, po ky është ylli. Kënd duhet ta çeko doli mori Juventusi yllin e dytë diçka e tillë. Tani ti si berber, duke se ndjek dhe futbollin. Të pëlqen kjo gjëra që futbollistët luajnë kaq shumë me pamjen e tyre apo ndoshta do të sugjeroj të ishte më të rezervuar? Jo, jam të vetmit artist ose nuk e di ku pjesë. Atlet, po shumë atlet. Jo, se këngëtarët mund ta bëj dot atë. Kurse futbollisti është edhe figurë publike, po, që i shkon më shumë se të gjithë. Po Baja në fakt ka shkuar gjithmonë modelet e tij. Një futbollist i shkon dhe nuk duket karagjoz. Kurse ta bëj këngëtar ose se foton se kam po do e komentojmë shik. I pati ly flokët e verdha i Amali 10. Bosa shumë tut gjante më shok, e ke parë? Bravo. Si ka Dave. Bosa shumë tut mor. Bo. Tani unë nuk do të humb mundsinë që para se të them faleminderit berberit kombëtarës. Pasa gërshër. Kam një palë gërshër këtu. Që unë t'i mburrem gjithëve t'i them mua më qetë berberi kombëtarës, ama fut një 2 preme kështu avash ata kenë dhe unë. Po e bëjmë sikur shkojmë në Mekë, që presim vetëm katër. Po vetëm pak. Futja 0 se ka lallaj. Jo, që ti shoh. Ai me shëndet. Mu më qetë berberi kombëtarës, keni kujdes me mua ta dini, edhe pak bëjmë lojtar. Erti, falenderoj shumë që ishe këtu me ne. Faleminderit. Uroj të shkënaqur të kjo bisedë. Po, shumë, ishte shumë. Dhe urojmë që tani të qethesh shunat në Amerikë. Po, kismet zot. Në Amerikë qethi është më shtërin të kam gjuhën. Jo, është me dollar atje, dollari është më poshtë. Po, mirë. Mbajmë lek shqiptar. Erdhë shumë faleminderit. Faleminderit, kënaqësi. Ándale.